Përshëndetje. Sot zbulojmë fshehtësinë e madhe, numrin që priftërinjtë e lashtë friksoheshin ta shqiptonin plotësisht. 29, 2 dhe 9. Rruga e dy fisht drejt 9-s. Çdo udhë të shpije te ai, por askush nuk i kthehet i njëjtë. Në shkencën e numrave të fshehtë, 29 çohet, ndahet. Dualiteti bashkohet me 9-shin. Nga dyshi lind 11-shi, pra numri i mastrit, numri i pragut midis botëve. Pastaj përsëri në 2. Gjarpri gollëditi bishtin e vet, cikli. Rrotulimi për jetë. Në librin e formimit, shkronjat qoftë dhe theth përshpërisin së bashku. 29 është porta e Humnerës, vendi që nuk është vend, por shleku midis nënës hyjnore dhe mëshirës, atje ku gryka hapet. Engjulli i rënë ra për 29 qej. Lidh, nëna e pare e errët numëron 29 emra të fshehur. Në librin e ndryshimeve, pra në tekstin e patrembur kines, 29 është e shenjtë, e ujit mbi ujin, rreziku i dy fisht që bëhet dituri. Ai që kupton 29-ën, ecën mbi ujëra pa lënë gjuhën në thellësi. Në skriptet e djegura të asketëve, të egër, thuhet: dita hënore ka 29 gjysmë jetë. Në 9:29, shtriga hyjnore zbret. Nëna e parë zhveshin velin. Fuqia e fshehtë nuk ngrihet ngadalë, shpërthet. Thirrje ndaluar. 29 fuqi të errëta. Të paraqësit tani Iliro Pellazgët e quanin kthimi i madh në orakullin e Dafinës së Shenjtë. Priftëresha numëronte 29 gjethe para se të fliste me Perëndit. Nëna Egër, zonja e maleve, kthehej çdo 29 ditë si ujkë. Gjurmët e saj u gjetën në 29 male të shenjta, nga deti Yn, Joni, deri në majet e Pindit. Në alfabetin e lashtë pellask, shkronja 29 ishte shenja sekrete, ajo që helenët e fshinin nga historia. Në shtekull sekret të dervishëve, vallëtarja rrotullohet 29 herë për të arritur shkrirjen. Zhdukjen e vetvetes. Kapitulli 29 i librit të Kuranit të Shenjtë, shtëpia më e dobët është shtëpia e Merimongës, pra ku mbrojt profeti Muhammed. Por të mençurit e dinë, në qendër të rrjetës Merimonga pret në heshtje. Rrjeta kozmike ka 29 myje. Në shkencën e shkronjave sekrete, 29 është pika e brendshme që nuk shkruhet kurrë, por ruhet në zemër. Tani një e vërtet e vogël, por e fuqishme. 29 ditë e gjysmë, cikli i vërtet i hënës. Pra koha që i duhet hënës për të kthyer nga e reja të një të re përsëri, e motshme, e prekshme, reale. Çdo popull që ka shikuar lart drejt qiellit e ka parë atë. Por zbulimi i vërtet, meqense është një realitet fizik, bëhet një simbol i shenjtë. Ju përshëndes.